Edhe pse konsiderojnë si të paligjshëm vendimin e gjykatës për ndalimin e grevës, kontrollorët e trafikut ajror kanë vendosur ta respektojnë. Aleksandar Tasevski, kryetari i sindikatës së kontrollorëve të trafikut ajror, deklaroi se nuk kanë marrë asnjë njoftim apo ftesë nga gjykata për padin që drejtoria e MNAV-it kishte dorëzuar për ndalimin e grevës, ndërsa për vendimin kanë mësuar nga mediat. Ekipi i tyre ligjor tashmë po përgatiti një ankesë ku do të paraqiten të gjitha argumentet kundër këtij vendimi gjyqësor. Ние moramo почитуваме решението на судот, ке го донесеме денеска, ке ги известиме МНАВ дека нема да има штрайк, дека да ставиме штрайкот по мирување, меѓутоа нема да се откажеме и дефинитивно ќе продолжиме со некои други активности и ќе најдеме начин повторно да направиме се што е потребно за да ги оствариме нашите барања. Nga sindikata thonë se kërkesat i kanë paraqitur që në vitin 2023, por për shkak të mos realizimit të tyre, grevat janë shtyrë disa herë. Marrëdhjen e drejtuesve të rinj u është thënë se ata nuk mund të pranojnë asgjë që ka të bëjë me menaxhmentin e mëparshëm. Në lidhje me vendimin e gjykatës, Tasevski prezantoi dokumente që dëshmojnë se ka pasur procedurë për zgjidhje paqësore të konfliktit dhe se të gjitha kërkesat e tyre burojnë nga ligji për marrëdhënie pune, duke përfshirë edhe kërkesat për kushte më të mira pune. Точки го тангира законот за работни односи, каде што се повикуваме на одредби кои што се регулираат ноќната работа, одредбите кои што ги регулираат условите за работење на вработените во компанијата, условите кои што се за исплата на тие надоместоци кои што се предвидени со закони колективен за ангажмани кои што се доделуваат на самите вработени, така да буквално нема ни една точка која што е надвор од оние законски пропишани барања, односно прописи во државата. Dje nga drejtoria e MNAV njoftuan se gjykata ka marrë vendim për ndalimin e grevës së kontrollorit të trafikut ajror, duke theksuar se procedura për zgjidhje paqësore të konfliktit kolektiv nuk ishte ndjekur dhe se greva nuk rrjedh nga kërkesa konkrete të lidhura me marrëdhëniet e punës.